Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ingrid Munkeli është një nga ato vajzat e fund viteve të 80 që u largua nga Shqipëria. Një aktore, producente, moderatore, por më shumë se sa kaq ishte një artiste e kompletuar që Tirana e atyre viteve i rinte ngushtë. Është larguar prej 30 e ca vitesh dhe jeton 35, s'të kam prezantuar akoma, prit, po, si e bombë, shpërthyse e. 35 vite e larguar nga Shqipëria, megjithatë një pjesë e Tiranës e atij brezi nuk e ka harruar. Ndërsa të tjerë mund ta mbajnë mend pak në ndonjë episod të karrierës saj, ndërsa ata që nuk e kanë njohur fare, unë do bëj mundur sot të njihni një personazh me të vërtetë të jashtëzakonshëm të atyre viteve. Dhe jo vetëm të atyre viteve. Ingrid Munkeli, falenderoj shumë që je në emisionin tim. Roland Çafoku, kënaqësia është e imja. Ingrid Munkeli Tendler. Tendler. Tani këtë Tendler nuk e vura vetëm, me thënë drejtën. Okay. Se unë kam qef kështu të jesh all inclusive Albanian, domethënë 100% shqiptare. Agree. Okay. Domethënë jemi okay këtu? Jemi okay. Dhe gëzuar një prillin. Kjo ishte koincidencë. Sot më lejohet të them gjithçka. Ç'a duash të trasha mia? Okay. I hungry. A ishte kjo batuta që bëjnë në një prill në shkollë? Trasha mia? Ishte kjo batuta. Domethënë ti sot u mundë. Këtë trasha mia u bërë po trasha mia. Kështu që Ingrid Munkeli e hungry këto gënjeshtën e parë. Sot më lejohet të tregoj gjithçka. Okej, Ingrid. Them gjithçka. Çfarë bën ku je tani? Në Vjenë. Në Vjenë. Në distriktin e 19, jetojmë aty prej mos e 15 vjetësh. Vjena ka qenë një odise shumë e çuditshme për mua, domethënë kam pasur një dinamik jetese duke filluar nga fundi lart etj, një zigzag shumë Na tregoj njëra ato lart, ose ato poshtë. Ato lart, thash suksesi më i madh të jetës time në Vjenë është që u takova me Bensonin, të cilin e kisha humbur Bashortin, e kisha humbur prej 20 vitesh dhe Vjena si thua na mundsoi ritakimin që përfundoi me happy end. Martuar. Ky është film. Po pse e kishe humbur? Do i flasim, do i tregoj. Do i flasim. Okej. Dhe je kënaqur me jetën atje? Jam e kënaqur. Je kënaqur? Jam e kënaqur. Do të pyetja e madhe, 1 miliard dollar, jo 1 milion. Jam e kënaqur. Vjena më mungon nëse largohem disa ditë ose nëse me punë, pa punë dhe kur shkoj për pushime, domethënë kthehem në shtëpi dhe them. Pyetja 1 miliard dollar, jo 1 milion është për Ingrid Munkelin. A ke realizuar atë ëndër që ti e kishe në mendje atë moment kur i the Shqipërisë ato që i ke thënë? Dgjoj, për ndër të cilës etape e ke fjalën? Kur u largoje, kur ipe në avion? Po, kam përshtypjen që ajo që unë dëshiroja si fillim të kisha isha e lirë me një fjalë. I e lirë. Kjo është gjë më. Liria. Kjo është gjë më e madhe që ka arritur. Ky është një koncept pak a shumë i vështirë, sepse liria gjithashtu është njeriu bëhet skllav i lirisë vet dhe s'ka çfarë bën me një fjalë. Po si të thuash këto gjërat imediate që duhet i ketë çdo kush dhe që Shqipëria komuniste nuk mi ofronte për momentin, unë si fillim i gjeta në Vjenë me një fjalë. Je e lirë, kjo është arritja më e madhe. Je e lirë. Ingrid Munkeli është e lirë. Imagjinoj Ingrid Munkelin ta lidhje kështu me zinxhir, me litar, e ti thoshë rri aty, vishu si aksioniste, shkon e kurudh, shkon në ar. Kam qenë me raport medico legal dhe gjithmonë i kam evituar këto sepse ishte e pamundur ti I urrej, me fjalë, nuk mundesha. Kur u largove nga Shqipëria, hodhe në burg kështu? Jo. U përlota dhe ishte për mua ishte dilema, domethënë më duk sikur më vdiq dikush. Ke parasysh që atë një shëmbje e brendshme. Domethënë ai momenti kur hypa në avion, edhe bëra një pauzë të qëllimt, e ktheva edhe një kokën mbrapa, më mbushën përsëri syt me lot me një fjalë. Dhe ishte një gjë që nuk do kthehem, e dija me një fjalë. Tu mbushën edhe tani syt me lot? Pak a shumë, për shkak që kam gjithë lyhet. Mirë, unë i shuaj, ti ke lot në sy dhe se që thonë tiranësit, kujtove se ishte shi, në fakt ato ishin lotë e mi. Ishte një ikje sforcuar, e detyruar dhe kjo ishte arsyeja që nuk e shijon, domethënë nuk ishte nisje për diku që do ktheheshe përsëri, po si thua, ishte një ndarje, fillimi një etape të re dhe ti le gjithçka mbrapa dhe fillon diçka të re. Dhe ajo lëndje ishte lëndje sforcuar me fjalë detyruar. Kështu që nuk është e thjeshtë.
nuk është e thjeshtë. Okej, ne do ta përzijim bisedën me disa fotografi. Ingrid, ti ke mbaruar Institutin e Arteve që është në atë. Po, wow. Kjo është një foto United Colors of Benetton, kështu. Kristo Jorgjo Indir. Tani, çfarë më mend tu do më thosh gjithë? Është një kështu trupa pedagogjike, domethënë profesorati i institutit. Ja Edi Rama atje imi i gjatë. Edi, po i fundit. Po, tani, çfarë dallon këtu na I thuaj emrat? Pikërisht Minella Borova. Po? Është aty diku. Po? Gzim Kame. Po? Kristo Jorgji, Po? ka qenë drejtori në atë kohë. Agim Zajmi, me cilin bëra skenografinë e diplomës, ka qenë I mrekullueshëm. Po? Dhe nuk shquhet mirë. Po këtu, se atje është e zumuar dhe ka humbur cilësi. Okej. Po këtu? Okej, nga ato zonjat, pedagogët, profesoreshat? Zana Shuderiqi. Kush është Zana? Kjo këtu? Kjo në mes. Ku në mes? Kjo këtu, po, Zana, po, fiks. Zana. Kames. Po, profesor Kame këtu. Këtu në mos gabojsh Vangjush Furxhi. Ja. Pa flok. Po, është jashtë fokusit, shumë I fokusit. Tani, Ingrid, si shkove ti, si ishin ato 3 vite në Institutin e Arteve? Për çfarë studiove ti fiks? Ka qenë regjizor, ka qenë periudha më e bukur e jetës time, më e mrekullueshme. Në cilin vit fillove, cilin vit u diplomove? Mua më ka dalë me 2 vjet vonesë, Instituti I Arteve, po një vit më vdiq babi, vitin e dytë, Po çfarë bën ato 2 vjet? Ato 2 vjet unë kam bërë gjëra të ndryshme, kam lexuar, Ke punuar? Jo, s'kam punuar. Po çfarë bën rri në shtëpi? Rri në shtëpi bëja gjëra të ndryshme, lexova. Bëja gjell? Po, bëja gjell. Edhe po kam qenë jam edhe më shumë mirë. 2 vjet ti nuk ishe as shkollas? Po, 2 vjet. As në punë as në shkollë? 2 vjet kam bërë pauzë, po. Çfarë thua? Po dhe si ishin ato 3 vite atje? Sepse nuk doja të filloj kështu fakultet tjetër, isha e fiksuar që do bëja Po pra se ti kishe mundësira të mund shkoje në fakultet tjetër, pse nuk shkove? Nuk doja. Nuk doja? Ku e kishe mundësinë më lehtë? Gjuhë letërsisë kam shkruar gjithmonë, më kam pasur. Dhe nuk vajte, nuk shkove, e talenti për të shkruar, po jo. Nuk shkove. Tani si ishin 3 vite në Institutin e Arteve? Kanë qenë të mrekullueshme dhe thash I ruaj. Në cilin vit deri në cilin vit? Ka qenë 83? Kam filluar në vitin 84. 84, 87. 88. 88 bëra diplomën, po. Po. Dhe si ishin ato vite? Për mua thash Instituti I Arteve ka qenë unë e kam adhuruar, si thua nuk e di, ishte një tempull ku unë shkoja dhe falesha, si thua çdo ditë. Tempull, ëh? O sa bukur e the. Tempulli I emocioneve, I ëndrave, I lirisë, domethënë ishte vendi ku unë mendoja që mund të më ishte kryekatar si shpirtëror. Sa futesha aty, ti shikoje njerëz që kishin pak a shumë po të njëjtën mënyrë të menduarit, të përjetuarit të gjërave nga ana emocionale. Takoheshe në korridor me shok, me koleg, bisedoje për Dino Bucatin, bisedoje për Prustin, bisedoje për dikë tjetër që nuk ishin domethënë të ishte grupi jonë, domethënë Dhe nuk ishe fjalor I zakonshëm në Tiranë. Pikërisht, dhe kjo ishte si thua një mënyrë që ti çdo ditë kishe tjetër background, dhe ti çdo ditë vje si thua me tjetër mënyrë të perceptimit të gjërave, të shikimit të botës. Dhe kjo është tek e fundit ajo që njeriu përpiqet të ketë dhe duhet të ketë në art, kam përshtypjen. Një këndvështrim të sofistikuar, të vështrimit, këndvështrimit të proceseve të ndryshme në jetë etj. Në mënyrë që ti të jesh, si thua, pionier, të jesh ajo që duhet të japësh të ofrosh diçka. Përndryshe gjëra të rëndomta ose që nuk sillin absolutisht asnjë risi, nuk është art të shumë kohë dhe ti s'ke të drejtë ti marrësh kohë të tjerëve, domethënë me protokollat e tua, me Kë kishe në kurs? Në kurs kam pasur nga këta dëgjuarit që kanë. Atëherë, unë vitin e parë të gjithë bëm mjeshtri aktori, kisha për dramaturgji, për dram, si aktore, dhe në vitin e dytë fillonte regjizura, kam qenë në klasë me, ishim 4 veta, apo 5, 4 më duket, Margarita Koka, Kastriotra Mollari, Darling Mamaci dhe Cecilia Plasari. Cecilia Plasari ke qenë në kurs, Artur Zhej ishte një vit si për me, Artur Bejzade, Artur Zhej, kush ka qenë me Xhelili. Artur Zhej ishte një vit, po tani ti marrë me radhë. Çfarë ka mbetur mend nga Cecilia, se ishte një personazh? Me Cecilia ishte gati ylli I filmit të asaj kohe, I kinostudios. Me Cecilien kam pasur një periudhë që kemi qenë shumë afër me njëra tjetrën, shumë mikesha.
Pastaj koha na ndau. Se mos jeni zonë. Njërën tjetrën. Urdhra? Se mos jeni zonë muj. Absolutisht. Shkonit mirë? Ç'a kujtimi ke me Cecilën? Me Cecilën shkoja gjithmonë në shtëpinë e saj, ka pasur një shtëpi shumë të këndshme, shtëpi private, diku ke Mjalduri përballë, ka pas ambulancës 9. Po. Diku aty me një fjalë. Edhe më kujtohet e jo ma Jati Skënderin e kisha pastaj pedagog të plastikës. Pse ti jepte baba i saj ti dhe? Besoj maksimale merri nota se babi shoqës. Jo, ishte Lora Skënderi, jo. Domethënë nuk të jepte njeri si thua notë që nuk e meritoi, kam përshtypjen. Pastaj kam pasur Dar Zhuvanin në ekonomi politike, kam pasur këtë kush më jepte Agim Qiriaqin në fjalë artistik, aktori këndruar jetë. Tani, dy vajza të bukura të asaj kohe, Cecilia ishte, do të thashëm, ishte bë aktore madhe, sidomos një film i saj, edhe kështu edhe ashtu dhe nuk bë. Po, kam parë fragmente nga filmi i Cecilës. Si ishte jeta juaj? Dy vajza institutarëve, studente, rrinit bashkë. Po që pas kam bërë kështë, disa u kanë ngasmuar ju. Jo. Po lere këtu. Jo. Su ngasmoni fare? Ka qenë i mbushur me personalitete, do me thënë nga muzika, nga koreografia. Jo, u thash, su ngasmoni në rrugë, në rrugë ngasmonin këdo. E ke parasysh, në rrugë ka pasur turma adoleshentësh që nuk dini çfarë të bënin me kohën e lirë. Rinin aty tërkohës edhe natyrisht bëj target gjithkush që kalonte. Aty ka qenë. E mira e kësaj pune ka qenë që Tirana ka qenë si oborri madh. Oborri madh? Nga mungesa e autove, nga mungesa e makinave, nga mungesa e... Dhe Të gjithë njerëzit kalonin dhe secili njifte njëri tjetrin. Njëri madje qa vishte dikush dhe thoshte ajo që ka atë fundi me kuadrata, flokë të shkurtra, atë shallin e kuq, ose detajet të tilla për shembull që personalizonin. Tani më thuj mua ti qa vishe ti? Unë i matë dilte jashtë shtetit edhe kisha situash fatin të kisha disa pak gjëra ndryshe nga të tjerët, ose ndryshe nga ato që tregtoheshin në mapo. Edhe këto të bëni si thuash target, pas ka ndryshe këtë e tjerë me... Me mini? Jo, me mini, jo. Jo, me mini? S'bësh fjallë? Isha s'bëj fjallë, absolut fjallë, absolut. Mund të kishe për shembull një pullover kashmir, ose mund të kishe që mund të një palta, ose një gjupë ndryshe, ose geta, unë kam pasur një gjupë të kuq, me geta të kuqe. Kur kam qenë e vockël, zjarë fikse, po. Të thoshin zjarë fikse në rrugë? Jo, e vogël. Jo, po thënë e rritur unë, studente. Kur kam qenë e rritur pasaj, im vlahi ku në... Erdi në Graz, iku në Graz me studime nga shteti, dhe ka që mbiti 87 më duket, dhe ishte mundësia për të na sjellë hera zirat. Ndryshme dhe në Institut të Arteve më kisha mundësinë të visheshe më shumë se tjerë. Vishesha ndryshe, paka shumë të kisha diçka më tepër. Tani Ingrid na thuj diçka kështu që kur ese në rrugë, cilët janë ato fjalë që i mend dhe sot që ti hidhnin çunat në rrugë? Bosi që ke o kafshe, o bishe, uaj, të mërë shumë. O bishe, o kafsh? Sot ka marrë Ornela, sot që ke gjohë tjetër, për shumë... Ornela Vort? Ornela ka qënë diku aty ke ambasada Jugoslave, ka pasur shpinë. Te Rrugë e Durrësit? Te Rrugë e Durrësit, unë kam qënë një qikë më poshtë, kur ka qënë tjetër. Më të kam pasur, Rrugë e Durrësit ka pasur vajza shumë simpatike. Më thonë, një shikoj edhe si vajzë, një shikoj edhe admiroj. Ka qënë Silva Turdiu, më vonë që unë adhuroja me fjallë. Adhuroja Silva Turdiu? Pëlqente. Po historinë e saj? Shëndimshme? Për ty e vuaj, të vjen e keq? Shok është, normal. Unë e imagjinoj dhe e përjetoj mbase më shumë se tjerë, sepse për vete kam kaluar histori të dhimbshme dashurie me një fjalë, dhe e di se çfarë do të thotë të jesh si... Cila ka qenë histori e dhimbshme dashurisë suaj? Ndarja me dashurinë më të madhe të jetës, me fjalë me pensionin, me cilin të thash u rigjeta mbas 20 vjetësh. Do të u ndave një me atë dhe... Jo, u ndam, ishim të detyruar të ndashim, sepse ai shkoi ke babai në Kanada. Po? Edhe ishte viti 89, akoma nuk ishte hapur kufiri dhe nuk lejoj, ne ishim atëherë të dashuruar, po. Ishit dashruar? Ai në atë kohë me çfarë merresh në Tiranë? Ai kishte mbaruar për inxhinieri mekanike dhe ishte në kombinat inxhinier. Ishe inxhinier në kombinat.
Dhe dashuria u pren mes e iku në Kanada. Iku në Kanada. Dhe u takuat mbas 20 vjetëve. Mbas 20 vjetëve fare rastisht. Wow. Po. E jashtëzakonshme. Do të pyes pak më vonë për atë, po yeah. tani edhe një gjë këtu. Këto ishin fjalët që të thoshim në rrugë. Cili ishte vajzë që thoshe, "Kjo është më e bukur e Tiranës"? Se kishte kështu para të modën te bulevard aty ishte nam, ja? Ka pasur pafund Tirana. Më thuj 1 2 3 4 Ornella Vorpsi. Ornella ka qenë shumë Silva Turdiu. Shumë e sofistikuar, shumë e mirë. Silva, po. Silva ka qenë më shumë ka pasur një lloj gracia, si thuash, ka qenë shumë aristokrate. Ndryshe tjetër tip nga Ornella. Ornella ka qenë më tepër në këtë sex appeal tip me një fjalë. Artiste, Silva ka pasur tjetër po tjetër në një vajzë tjetër? Portret tjetër, natyrë me një fjalë, shumë aristokrate. Po në një vajzë tjetër? Kush ka qenë tjetër aty? Raimonda Bulku për shembull i thyen të gjithë. Po Raimonda ka qenë ikonë e kinemas që njeh nga të gjithë pa diskutim. Ingrid Mukeli. Ingridi asnjëherë s'më ka pëlqyer vetja të vërtetë. Po mirë, po pëlqenin çuna aty, po vetja sigurisht s'u pëlqen aty, po çuna pëlqenin. Po pëlqenin të gjithë. Domethënë nuk është se ka qenë një lloj ka pasur. Tani këtu te si ishte ky e para një na thuaj diçka për Edi Ramën. Ti ke pasur ka dhënë si? S'm duket sigurisht shikoj pas kaq vjet, po. Edi jo, gjithmonë takoheshim aty ke korridori, kemi pasur një marrëdhënie, si thuash, në distancë, po shumë amikale, saqë gjithmonë e shikoja pikturonte atë murin poshtë tek instituti. Në mur, zhgërëviset mur? Bëri një murale. Murale, pikturë aty, që ishte pazakont, ishte domethënë si thuash, e veçantë. Dhe interesantja me Edin është kur erdhi në Vjenë, para se të futej në politikë, ishte atëherë kryetar bashkie, që erdhi para se të merrte pushtetin. Para se të bëhej kryeministër. Para se të bëhej kryeministër. Të takoj? Unë shkova me gjithë Bensonin, ishim tullur diku aty dhe shkova me vonesë, Edi kishte filluar të fliste, edhe kthen kokën duke kontrolluar se ka atë që ka gjithmonë sallën në kontroll. Në kontroll. Dhe nga gjatësia, nga trupi. Neve dhe ndaloj bisedën. Tha, më falni, tha se pash të shoqen time të klasës, tha të shkollës, që s'pas ka ndryshu fare, Gito qa bosi e si a qonë. Unë skuqa o zverda. Një tha shumë flasin pastaj, në me thënë. Dhe të gjithë, duhet tani, Edi duhet shkosht ata kosht, a bërse në base... Unë Edin e kam respektuar, e kam, si thuash, vlerësuar për sa ishte, dhe tani nuk e vlerësuar sa e kam vlerësuar me një fjalë. Po pse çfarë ndodhi? Po tani kryeministri është e vërtet. Megjithatë, fakti që rreth kabinetit të tij ka pak personalitete, kjo më bën të dyshoj nëse vërtet ka dëshirë që të bëj. Ka pasur personalitet apo nuk? Ka pak personalitete. S'ka ngelu qefi që s'ka marrë ty pse? Absolutisht. Nuk ka lidhje me mua, sepse unë asnjëherë nuk kam dashur ta lë Vjenën, por në fushën e ekonomisë, në fushën e politikës, në ministrinë e jashtme, në shumë, më thënë, njeriu ka nevojë për personalitete, sido që t'jetë. Megjithatë, thash, ai ka përzierjen e tij, ka dhënë Shqipërisë një lloj fizionomie, unë këtë domethënë i ka dhënë. Por siç thua edhe ti, e mira s'ka fund. Dhe atje do thënë diçka atje në një institut, çfarë bënte Edi? E mendoi ndonjëherë që ky do bëjë? Jo, ka qenë shumë introvert në institut. Ka qenë shumë i tërhequr, nuk përpiqej të binte në sy, madje Edi nuk përpiqej të binte në sy. Jo. Të paktën në fokusin tim, nuk e di, ose pas ka qenë ti e tërhequr. Mbase. Bëri atë refleksione. Ajo ka qenë më vonë, pasi unë kam ikur. Neve bënim, si thuash, këto mbrëmjet e fsheta me magnetofon në për këto studiot e pikturës, skulpturës, me batanie. Dhe Edi për shembull asnjëherë s'ka qenë i pranishëm. Nuk vinte Edi, Jo. Edhe këto, do me thënë që ishte ajo, si thuash, grupi që ishte i krijuar në institut nga dek të ndryshme, piktura, muzika, nuk e kam pasur, si thuash, në atë... Si llogarise, ishe kështu? Mbase, nuk e di. Po Turgej, në thot diçka për Turin? Për Turin. Se ka ndruar jetë dhe... Turi ka qenë djalë shumë i lexuar. Në vërtet? Jashtëzakonisht i lexuar. Dalloj, ka? Jashtëzakonisht i lexuar dhe, si thuash,
ka pasur një ADN që duke që vinte nga një familje intelektuale dhe nga një familje ndryshe, si thua, është djali Petros. Me thonë, djali Denji Petros. Përsa i përket atyres së tij, sigurisht çdo njeri nuk duhet të ngatrojmë në si thua bagazhin intelektual, mënyrën e trajtimit të gjërave me natyrën me tipin edhe me personin, me një fjalë që sigurisht mund të kesh tek të ndryshme, mund të kesh defekte të ndryshme si person, por si intelektual Turi ka qenë vërtet. Okej, ecim kur thotë Edi Rama. Po flas me gjuhën e Institutit Arte. Ecim. Tani, kjo është Tirana 1988. Sa mall, po. Të ka marrë malli? Shumë. Të ka marrë malli, ja? Shumë. Po, merr malli përse kur ecte Ingrid Mukheli në rrugë, prit se po kalon kjo. Ka qenë e vështirë, nuk ka qenë aq e thjeshtë. Kishte frikë? Frikë sepse isha e pambrojtur dhe mund të ndodhte gjithçka me. Çfarë mund ndodhte? Të vinin, të kapnin, të gaudisnin, Su ka ndodhur tirave? Plus ka ndodhur. Atë ka ndodhur incident? Aty afër. Ka kam njëri kështu për krah? Çfarë thua? Po. Çishte i kafsh? Po kafsh. Se e the vetë atë kafsh. Nuk mund t'i thuash kafsh, kanë qenë domethënë pak a shumë, ku diun. Nuk e di, të rinj. Të rinj. Ua. Për çfarë ka marrë malli më shumë për këtë Tiranë? Për adresat e vjetra të njerëzve që kanë jetuar këtu, që kam njohur shumë në Tiranë, domethënë kam njohur shumë persona. Domethënë në fundin e viteve 80, them që kam pasur një njohje goxha të gjerë dhe po thuaj se në gjithë këtë pjesën e qendrës së Tiranës një fjalë persona dhe kur shikoj për shembull ky jetonte këtu, kjo jetonte këtu. Po na thyni ne kështu. Për këtë ka marrë malli shumë që u shkojë në shtëpi, të vini në shtëpi, shkojë këtu e kishte shtëpinë këtu. Te Kafe Flora për shembull ka pasur Drita Pelingu, që e kanë pasur Kafe Flora atje. Po, Kafe Flora është. Atje, po. Po, të hyrë aty. Po? Këtu ke Nën Kaçet. Të Nën Kaçet? Ka qenë Genzdashi. Genzdashi. Po. Ka qenë edhe Dor Keko. Teodor Keko, po. Pastaj tek Kastriot Çavushi patjetër. Po. Patjetër. Pastaj ke Pallati Vaçezelës, përballë ka qenë Gaço Çako. Po. Këtu ke Kinema Partizani, ka qenë Anila Topçiu me Florentin. Do të gjitha këto ishin kështu këtu ka shtëpinë ky, Po, sigurisht, ishte thash. Do të identifikosh pallati me personazh më të njohur. Ke derri që i thoshin, tek parfumeri ka qenë parfumeria, ka qenë derri, tek i thoshin një restorant, ishte jo restorant, po që blije salqiqe, nuk e di si e kam pasur emrin Po, ke drejt. Si quhen? Por në atë kohë nuk kishin emra të tilla ato, se sot vjen shumë jo zgara, jo. Zgara, e derri thoshin. E derri. Për ata që se njohin doja t'i kemi shpjegim ekstra. Aty e ka pasur përballë, ka qenë Çimxhepa, ka qenë Tan Minarolli, ka qenë ky Shani Çuni Liza Vorfit, ka qenë çik më poshtë kanë qenë këto Mariana Kondi, domethënë përballë do të identifikosh Tiranën. Kanë qenë dy binjaket, Luda me Verën, ka qenë Edlira Athanas, Gjoni Athanas ka jetuar aty. Aty domethënë nga ana tjetër e Florës ka qenë Piro Milkani, Eno, Margarita, Bebi ka qenë. Më gëzova me këtë. Identifikosh Tiranën. Unë të them, sa herë që kaloj, unë shikoj kthe kokën, pallatet që janë të përçudnuar, po megjithatë përpiqem të shikoj me sytë e zemrës kur i thon. Përçudnuar, ëh? Po ju pra ju artistët të përçudnuar në kuptimin që mirëmbajtja ka evoluar në një mënyrë tjetër, me fjalë ashtu siç kanë qenë. Sepse apropo parantez, mund të ndërtosh gjëra shumë të shtrenjta, por kultura e mirëmbajtjes për mendimin tim është njëshi. Në qoftë se nuk ke kulturë të mirëmbash gjërat, atëherë brenda 2-3 vjetëve ndërtesat plaken. Edhe karozohen, edhe është ku diun. Shumë e drejtë. Më gëzohet shumë të je i pari person që unë kam intervistuar në karrierën time që e lokalizon Tiranën nëpërmjet vendeve, shpive të personazheve më të njohur. Unë ashtu, domethënë në qoftë se do vazhdojmë më tej, mund të vazhdojmë më tej sepse thash në çdo. Qofse dini dikë tjetër më thuaj se në çdo godin, po mendoj se ja vlen të zgjatemi në këtë pikë, po në çdo godin ajo që dua të përfundoj me një fjalë është që në çdo godin, po thuaj se në çdo godin kishte 2-3 familje të cilat e gëzonin ose i jepnin dritë në sytë e mi, ndryshe me një fjalë.
Tani e mbëlsirën kuja te lokalit te Pallati Kulturës ka 2 apo te 15 kaç? Ke 15 kaç. Te 15 kaç dhe ke Pallati Kulturës. Edhe te Pallati Kulturës apo te 15 kaç? Te të dyja. Te dyja. Çfarë haj atje? Kombekaj, akullore. Unë jam e brezit dhe të Kursalit, kur shkoja me mamin me babin për dore ke Kursali. Te Kafe Flora para se të prishej. Mbaj mend të më kujtohet zhuri poshtë ato guret e vegjël edhe ato poçat lart. Tipike për këto lokalet e birës. Kur u prish rrugë e barikadave Merdi keq, merdi shumë keq, ishte mrekullueshme. Rruga më e bukur. Ishte me shumë personalitet, me shumë emocion, ato dyqanet e vogla. Dgjoj, pallate, gur, beton ka kudo. Ja, pra pallate këto, pallate ka kudo. Do të thonë, ajo që i jep fytyrën një qyteti janë jetët që janë brenda, janë dyqanet, janë aktivitetet e ndryshme. Ose bukur. Më kënaqem me këtë. Thash je i pari person që do të thonë lokalizon Tiranën përmjet emrit. Këtë pjesën e vuaj shumë sepse thash që hika në mënyrë të papritur edhe si thua nuk mu venit vetiu, do me thënë në mënyrë organike, po më mbeti pikërisht në periudhën që unë e ruaj, do me thënë si më të bukur në jetës time. Foto tjetër. Ja pra qa vishe ti, ja qa vishe. Kjo ka qenë një qese turke më duket, duty free shops. Duty free shops, e buke. E të mërshme. Këto kanë qenë qizmet që i ka sill babi nga Gjermania, që i mbajti mami, një periudhë pastaj mi la mua i trashgoj. Dhe këto qizme kanë qenë, i vesha një 2-3 herë në Institut të Arteve. Me takat e... Ka qenë kaq, jo, s'ka qenë. S'kishin takat. Se takat e tua janë legjendë, thoshte takat e Ingrid, më vonë takat, po do flasim për takat. Po palto? Palto ka qenë e qepur ma qepi një komshie në Tiranë? Në Tiranë, edhe më një vija këtë ripin si përse më duke shumë pak me një fjallë edhe doja të kishte më tepër si tu ashtë. Sy? Ato doreza kështu a i fëtot kishe? Dorezat e më tepër për në fëtot, po edhe shkonin me qizmet me ripin kështu që përpiqesha të... Ku je ullur këtu? Këtu kam ullur në atë lullishten që është prishur tek kryeministria, që është bërë tani piramida. Ka qenë lullishte shumë e bukur. Pa u bërë piramida? Pa u bërë piramida. Majmën shumë mirë, atë lullishte. Lullishte shumë e bukur, po. Këtu kam qenë 19 vjeç, më duket. 19 vjeç, 19 vjeç, po. Te cili gjimnaz mbarove? Qemal Stafa. Si ishe gjimnazi? Ka qenë gjimnaz shumë me puls. Do thënë, bas Petronini, Qemal Stafa vinde? Petronini, Qemal Stafa dhe Samiu ka qenë. Dhe Samiu, këtë një treshe kështu që... Pastaj Ismaili dhe Partizani kanë qenë në ranking qik më, nuk e di, apo? Jo, ke drejt, po jo... Po si me zë me një fjallë ka qenë më shumë Petronini, që ka qenë që shkonin të gjithë... Petronini kishe një tjetër... To elita e blokut, e Tiranës Re, Qemal Stafa dhe Samiu kanë qenë gjithmonë konkurent me një fjallë. Këto të tjerë të njohur. Keni kujtim që do ta ndash nga gjimnazi? Nga Qemal Stafa? Më kam thyer notën në sjellje kur kam qenë në vit të parë në gjimnaz. Ç'a bëre? Sepse ikëm pa leje në Lezhë për të dhënë teatr. Unë isha në vit parë atëherë, kam pasur një gërshet dhe luaja rolin e Bajames. E Bajames? Tek fytyra e dytë. Ishte Fatmir Koçi, që ishte baba ime dhe më binte një këshu, do me thënë me shkop, prapa nisa, edhe më bëja këshu, dhe kjo ishte pjesa më e suksesshme, Duart Rokitje. Vërtet, dhe thyrë në të se ike palej? Ikëm palej gjithë grupi, atëherë ka qenë Alqi Boshnjaku dhe Sefer Pema kanë qenë regjizor, luante Mariana Kondi, Merita Xhani. Dhe kjo qenë Qemal Stafa, Qim Xhepa kishte qenë përpara me këto. Edhe na kanë ardhur këto të drejtorisë me sa ulëm në klub të gjuetarëve, dhe po përgatiteshim të pinim diçka me një fjalë për çfaqje në darkë, kur vjen një makinë gazi më duket nuk e di çfarë ishin zbresin këto të shkollës me fytyrë të shpërfytyruar. Hajde, futuni brenda shpejt, çfarë keni bërë? Do ta shikoni dhe ditën tjetër na kanë nxjerrë përpara shkollës, na oborin brapa te Qemali, ka qenë po, kam parasysh. Edhe unë isha me vogla dhe reja kështu, notë në sjellje për rike pa leje, tëre. Kështu e fillovan që mbrapsh. Pasionist më mbrapsh mos ka. Në shtëpi, do me thënë që bunami, më vunë për para derës aty dhe më flisnin, më qartonin, unë që ulja kokën, thosha kur do mbarojnë, e të mërshme, nuk e di. Janë detaje që i kujton tani dhe thua o Zot. Pse të pëlqen pasaj ty Tirana dhe Shqipëria? Ti pas ke vojtur?
Jo, më s'kam vuajtur, po, Ç'është kjo not fyren si ku bëni? Jo, krahas kësaj kanë qenë të gjitha të mbushura me shumë emocion, sepse më ka dhënë shumë kënaqësi, më ka bërë si thuaç këtë që jam. Do të thënë kanë qenë fillimet ka qenë si thuaç një lëndin shumë e pasur që mua më dha vërtet ka qenë një farë shumë e mirë si thuaç Tirana që mua më bëri të. Ishe mirë me mësimet? Çka? Zë më thënë çka? Kam qenë me 8-a, me 9-a, me 10-a. Jo, vetëm me 10-a. Gjuhën e kishe 10 besoj. Po, gjuhën e lehtësimit kam shkruar. Mirë, unë më tepër kam pasur këtë përpiqesha në klasë të pyesja, të krijoja një lloj debati me profesorët dhe me këtë njërën e tij, po. Foto tjetër? Se harrova këtu, më fal edhe një herë gjë, ti je brezi asaj, o gocë fali minutë, ë? Gocën fali minutë. E kam seriozisht me ty, po. E kam seriozisht me ty, e? E kam seriozisht. E kam fiksim. E kam fiksim? E kam fiksim. Sa herë e ke dëgjuar fjalën gocën fali minutë? Në orë thua, po. Në orë? Qa thua, moj? Do me thonë, kjo më kthye në makt. Nuk është përqeshur. Më kthye në nuk e di, ishte patologjike. Nuk kaloj e dot. Do të thonë kanë qenë grupe çunash, duke filluar që nga shtëpia ku dilja ke gjimnazi, grupi tjetër ka qenë ke rruga e ambasadave, ke pensioni, grupi tjetër ka qenë ke ambasadave. Grupe më mblidheshin aty me njëri tjetër. Dhe njëri nga ata shkputej. Do të thonë kur shikojnë nga larg, po, përpiqen ndroje trotuari, po prap fillonin domethënë. E të dalin. Pastaj ishin këto që ishin ke Ministria e Arsimit. Po këtë ishin gjithë rruga jote domethënë ke Ministria e Arsimit ka qenë Ylli Demneri, Gim Kubati. Ylli Demneri? Po. Djalkin. Jo, kanë qenë ishin të kultivuar ata, nuk ishin. Po, jo flas domethënë si grupime. Po, jo si grupime tani, këta që thoshin gocën fali minutë, kishin në një të harit apo? Domethënë asnjëherë nuk kam pasur atë tendencën të shikoja me sy. Ai që thotë gocën fali minutë. Serioziteti një njerëz që të thotë gocën fali minutë. Me një fjalë. Qa brezi e grit, qa brezi o gocën fali minutë. Foto tjetër. Kjo është Kino Studio Shqipëria e Re. Kino Studio. Ka marrë malli? Sigurisht. Ke xhiruar atë, ke qenë dhe aktore. Kam shkuar dhe çfarë më në Kino Studio? Ne shkonim këtu me Gzimer e Barën, që shikonim filmat që nuk lejoheshin kur ishin në institut. Cili ishte filmi që e pe që nuk lejoj për publikun? Dolce Vita, për shembull kemi parë filmat të Fellinit. Jo. Filmat të Fellinit kemi parë. Po, kanë qenë jashtë ideologjisë lejuar. Mirë, atëherë ndaloi edhe Skënderbeu, Ingrid? Pikërisht. Vetëm ne në shkollën Skënderbeu në shfaqjen Skënderbeu. Dhe si arritet ti të kapësh një rol? Se kam një mbas kësaj, në mos gaboj, regjia foton tjetër që është këtu. Maku. Zvënsi grave. Vasaj të mërshme. Se? Se pëlqen? Mërshme. Shumë, ti identifikohet. Vetëm të film ke lujt? Vetëm të film, se nuk më linin. Se? Duhet po, s'më linte mami. Biles kam bërë kinoprova, për filmat tjerë nuk më linin, bëhe skandal. Edhe Institutin e Arteve, unë e kam fituar me luft. Nuk më linin, nuk donin që të bëhesh artiste. Jo, në asnjë mënyrë. Po ti nga njerëz kaq të ilumuar prindër? Deri diku ka pasur të drejtë, është një profesion që nuk ka të ardhme. Po pse ti kishe talent? Është një profesion që nuk ka të ardhme. Ngrit, ti kishe talent. Nuk talentin tim aty, e shikonte në tjetër drejtim me një fjalë. Nëse. Po, ky është një film që bëra mirë mbasi që e bëra, sepse është kujtim, është flokët e të mërshme. Po pse më të mërshme? Të tuat i kishe? Të mijat, po. E bukur kjo? Si Jimi Hendrix, të mërshme. Femion Shafi nguli këmbë atëre. Nguli këmbë? Zori, po, hajde. Bëra, thash, okej, në rregull, do iki nga shkolla. Po iki. Kishim aty mbaj mend për shembull çfarë më kujtohen nga xhirimet e filmit. Xhirimet ishin pjesa më jo interesante. Pjesa më interesante ishin këto bisedat aty, ishte Madu, që ishte çakist. E mban më t'ja marr për marr. Po. Edhe bisedat me Madun ishin perl, ishin të pa. Ishte shkollë më vete, domethënë. Shkollë më vete, ëh? Djali i Petro Marko. Kishte aty shumë element që ishin intelektual. Po mirë, shesh xhirimi si ishte? Sheshi xhirimit. Se ti ke njohur aktorët aty, Mirush Kabashin. Pa diskutim. Mirushi ka qenë shumë i këndshëm, e shumë i talentuar.
Se të luash tani me Miru Shkabashin, të luash edhe me aktor tjerë. Rabia ka qenë aty, Rabia Hyka. Rabia Hyka, po. Nuk e di nga bëhet, u zhduk Rabia që atëre, Aleko Prodani. Aleko, ti Aleko si ti turresh aty, e ke lënë makun kështu, e ke lënë ashtu, e bëre Alekon për i lek. Po. Ishte edhe Viktor Gjoka. Viktor Gjoka sapo ishte kthyer e rehabilituar atëre nga dënimi që ishte martuar me... Sa honorar morë për këtë film? Pak, me mund të ato sa merreshin hiknin direkt me një fjalë. Sa lek, sa? Se më dhe? Qa bleve me dhe? 100, 200, 300 euro. Kështu lek. Lek. Euro. Ua, euro. Bukur, euro. Qa bleve me dhe? Ishin të palogaritshme euro. Palogaritshme. Ke vajtë atje të 15 kazi, se të Pallati Kulturës, ke ngërë një kompekaj atje, një apullore. Bugjeti që meri në filmat shqiptar ishte. Skandal, e? Okej, foto tjetër. Ishte edhe Adhurim Lako, se arova të them, që mere me financat, Vllai Bujarit. Lakja. Tani, Çifti Mani. Agim Zajmi. Jo, Çifti Mani njërë këtej. Ingrid. Piro me Pavlinën, unë do doja diçka, se ti, edhe Roza Gnozo, po për Çiftin Mani njërë? Elita e artit në Shqipëri. Elita? Sigurisht. Qa kujtime shken me Piron dhe me... Me Piron, unë baj mënd që kur dash diplomë në... Këte kam përsëritur dhe herë të tjera, po më falësh fakte, duhet a ripërsëris me Po, se po, nuk janë shkalloj dot. Më ka puthur në ballë, edhe më ka puthur? Bravo, po, në mes në sken, po. Është, për mua është nga momente që do më shoqëroj deri në fund të jetës. Po. Do më profesori yt, ai që hodhi filmin në diplom. Ai që ka qenë një personalitet jashtëzakonshëm. Në diplom, të puthin ballë dhe çfarë tha? Bravo. Kujtin bukur pas ka Ingrid Mukeli. Me Pavlinën nuk kam pasur kështu bisedë të afërt, me thënë, njiheshim së largu, përshëndeteshim me Rozën, po. Edhe me Agimi ka qenë skenografi I diplomës time. Skenografi. Skenografi. Po me Pavlinën nuk ke në një histori në një... Jo, nuk e kam njohur nga afër. E gratë më të bukura të kinematografisë. Dhe ndryshe nuk ka qenë atipike për Shqipërinë. Me si Boqell, me portretin, po, ka qenë... Vajzë ardhur nga Lushja. Më shumë si franceze. Po, nga Lushja, po, se ju tironësit I shikoni çukta, katunarët thoshin po. Pavlina I vinte kështu gjithë pasit, gjithë Tiranës, a? Shumë me temperament, shumë dinamik ka qenë shumë e mirë. Okej, edhe Roza, po. Foto tjetër. Roza ngelet ikon, për mendimin tim, numri 1. Rrallë kam takuar, tani do me thonë nuk të del koha të takosh këdo. Po thash, si e ruaj në kujtesë, Roza është e mrekullueshme. Foto tjetër. Është edhe soft, si natyrë, shumë... E ngrohtë. Ja pra se kishe me rak. Ja marbër. Madu. Petro Marko. I kam shkuar dhe në shtëpi Madut me Gensin. Po? Dashin atëre se kishte shumë shok. Petro, Safo edhe Nita. Po? Një familje, fatin e të cilës nuk doja uroja as armikut. Si ka mundsi? Si ka mundsi? Njerëzit më të mençur në dhe prandaj thashë në parantezë për Edin që nuk do me thënë rehabiliton dhe afron njerëz që vërtet mund t'i japin atin der në radhë parë pas të tjerëve me një fjalë. Kështu si kundër dhe nga Hoxha, ai kishte pak a shumë të njëjtin stil që merrte rreth vetes. Jo vërtet më specialistët dhe më për mua ky është treguesi kryesor. Do me thënë, unë në pak momente që kam pasur pozicion drejtues në jetë, jam përpjekur të marrë rreth vetes time njerëz që dinë më shumë se mua, ose që janë vërtet personalitete në fushën e tyre, se ti përmes tyre pastaj përpiqesh në projektin që ke, projekti është mega. Do me thënë ti ke edhe qeveria është një projekt I madh me një fjalë. Ingrid, më tregoj një histori me Jamarbi. Me Madun. E para njerë që unë rrallë e mbaj mend Madun të ketë qenë esëll. Jo I pirë. Ishe gjithmonë I alkoholizuar? Gjithmonë. Madu ka qenë një periudhë në fillimet që unë u njohita me Madun, ka qenë I fejuar, s'mund të them, po ishte rrëmbyer me këtë motrën e Ivona Batallit me Mirelën. Mirela ka qenë mrekullueshme. Edhe nuk e lejonin, prindrit atëra, nuk e di. Mirelën kam kopa e parë, ka qenë një vajzë shumë simpatike, shumë e këndshme. Më pasaj Madu... Ama Madu tallesh me të gjithë, Ja, po. Këte e kisha art. Madu I personifikonte, ai do me thënë ka pasur këtë gaz maraz, si thonë shkodranët, të gjitha gjërat I shikonte përmes
një Tallje. spektri shumë sarkastik, ishte pa gjithmonë, por të jeta ishte prerë pa nisur akoma me një fjalë. Atë e futën në burg që kur ishte fare i ri, domethënë çfarë mund të presësh nga një njeri që është jashtëzakonisht i pasur, që trashëgon një pasuri intelektuale, kulturore nga një familje e tillë. Petro, për shembull, ka qenë titan, për mendimin tim ka qenë shumë i talentuar. Titan, po, ka qenë shumë i talentuar. Ja kishe lexuar që atëherë romanë? Hasalavistën, po. Të gjitha romanet ti? Hasalavistën kam lexuar. Ti kishe mundësi, Hasalavistën. Po. Foto tjetër. A kishe diçka mos? Safo Markon e kam hasur emrin e saj, kështu personalisht nuk e kam njohur, po vetëm ilustroj Safo Markon. Dhe ilustrimet e saj kanë qenë vërtet shikoje dhe të zgjonin, i përshtateshin personazhit ose të zgjonin ty të ndihmonin të futesh në. Nuk ishte e zakonshme. Ka qenë dhe kjo, megjithatë thash është personazh i errët, i dyshimt, nuk e di. I errët? Pse? Nuk preferoj të flas, domethënë po thonë që ishte involvuar me sigurimin e shtetit, nuk e di nëse ka qenë vërtet. Fjalë. Tash e theme, fjalë. Tash e theme. Prandaj po them, po ka qenë shumë e talentuar, në shtëpinë botuese ka qenë duket. Në shtëpinë botuese. Këto janë gjëra domethënë që çfarë dëgjoj rreth rrotull, më kupton dhe nuk mund t'i. Qartë. Foto tjetër? Ka marrë malli? Shumë. Shumë, ë? Takimi i parë me këtë godin ka qenë në vitin 81 apo 82. Po? Po. Kur sa mbarove gjimnazin? Para se të filloj. Sa mbarova gjimnazin, po. Sa mbarova gjimnazin. Ai që vogël çfarë bëri ti aty? Ishte një emision me këtë Ibrahim, si e kishte ai për këtë muzikën gurra popullore, muzikën. Gurra popullore? Ja, çishte nuk e di si quhej. Po, do të thënë me kë popullore. Grupet amatore që vinin. Po, popullore, nga rrethet. Dhe ndër këto që kam intervistuar ka qenë dhe Gaspër Çuçia. E ke intervistuar? Ti ke intervistuar Gaspër Çuçin? Çfarë thua? Në cilin vit edhe herë? Unë fillova këtu, mund të kem filluar, se më mund të mirë, ka qenë viti 82 apo 83, me Gacin, ka qenë pak para saj, do të thënë ai është. Të përshkatoj, para se të përshkatoj. Ai përshkatuar në cilin vit? Disa muaj. 83, 84? Në ato plus minuse, nuk e. Dhe ti e ke, do të. E kishte ftuar Ibrahimi, po. E ke intervistuar Gaspër Çuçin dhe pastaj filloi procesi. U arrësua. Disa muaj më vonë. Mbaj mend që shokova atëherë. Ka qenë shumë vital në studio, shumë i këndshëm qeshte, do të thënë. Jo zakonshme. Po mirë, në këtë intervistë besoj thanë një gjë për jetën apo thjesht për gjëra muzikore? Jo, ishte thjesht për gjërat muzikore. Ekziston intervista në arkiv? Janë prishur, e keqja është që arkivi i televizionit atëherë xhiroi me bobina. Po. Edhe prisheshin sepse nuk kishte lënë të parë, domethënë bobinat, këto që ishin kryesore, domethënë ruheshin në arkiv, ndërsa pjesa tjetër xhiroi mbi to, që për mendimin tim është krim i madh, nuk e di domethënë se çfarë ka ndodhur. A të kujtohet çfarë tha Gasperi në një gjë? Po kur more lajmi që u arrestua dhe u pushkatua? Jam shokuar, më erdhi shumë keq. U pushkatua, ha? Më erdhi shumë keq se atëherë të pushkatohesh ose të ishe armik i popullit ishte. Ishte kështu, krim kundër njerëzit në harë. Ishte shok, që të shoqëronte disa ditë me një fjalë, po. Sa vjet punove në ato momente në RTS? Unë kam qenë tërkohës, domethënë e angazhuar në TVSH, ku më shumë, ku më pak, në gjëra të ndryshme me një fjalë. Në kohën që mbarova diplomën, u emërova si regjisore në departamentin e krijimtarisë artistike. Në cilin vit u emërova ti? Në 89, punova vetëm një vit dhe atë vit bëra këtë kohën pentagramin tim me Osman Mulën. Ti e bëra atë kohën pentagramin? Me Osman. Ai ishte regjisor, ju? Po, ai më quante bashkë regjisore, po Osmani sigurisht ishte i tia me një fjalë. Kemi bërë gjëra shumë të këndshme aty, shumë që ishte progresiv dhe kur i shikon, domethënë ka një emocion të virgjër, ka shumë potencial kishte prurje, kishte shumë prurje, nuk kishte gjëra fake, domethënë drita etj që ti të kalosh kohën edhe të. Kishte shumë prurje nga të cilat një pjesë e konsiderueshme janë perla, janë të mrekullueshme. A ka një histori të veçantë në atë se ishte fundi i regjimit komunist? Çfarë ndodhte në RTS në atë kohë? E kuptonin ata që do rrëzoj apo kishte edhe kështu komunistë atje që vazhdonin? Në RTS unë pak kam pasur kontakte me të cilët besoja të bisedoja diçka më tepër me një fjalë. Ka qenë një situacion shumë i politizuar dhe
ishte e vështirë që të besoje ose të pretendoje që mund të bëje një bisedë jashtë kornizës me dikë tjetër, me një fjalë. Atëherë ka qenë drejtor Virgjil Kula, në drejtor Ylli Pepo, Shaqire Xhvelaj ka qenë i programeve artistike, në redaksinë kemi pasur Pandin Laço, Genc Pulaj, Shkreti, ka ndruar jetë, ka qenë Osmani, ka qenë kjo Kalia dhe Dhurata, kanë qenë kështu redaktore muzike Shaban Ibrahimi, s'më mund, Pali Kuke ka qenë, Stefan Gajo, që më kujton emra që... Tani më falë se ata që më ndjekë i thotë për shkruajtur celularin, po Erman Mul Osmani më ka bërë përshtypje, ka bërë një status të jashtëzakonshëm për ty. Në datën, ta shkruaj këtu, 4 janar 2021, ka bërë shumë përshtypje. Dhe shkruan, unë zbrita direkt në zyrën e miku tim që gjenden katën e dytë. Qa ishte kjo që unë gjitë lartë më burë, një yll i veshur e tera me zeza që tronditi gjithë godinën me takat dhe mos përfilljen vrastare. E pyeta me një këshëri të pafshirë unë. Ha, është Giti, më tha miku im, Giti është univers më vete. Wow! Nuk kisha se si të mos pajtosha me të. Giti e pushton dhe godinën pa i pyetur as të vjetrit, as të rinjt, as të përshtaturit. Ajo thjesht fute me çizmet me taka dhe sharmi, eleganca, vetbesimi i saj, bënde të stepeshin gjithë. Takat e Gitit. Takat e Gitit, po, pa dëshirën time, do me thënë, po e ndjeja që isha bërë target në televizion. Që bërë target, e? Po, dëgjoj, ishte një gjë që e para njerë që isha eresa, po kisha filluar aty, jo dhe më parë me një fjalë, po për mënyrën se si ti... Më falë dhe një gjë të vogël, shëse e bukur. Giti nuk ishte këngëtare, gazetare, montazhiere apo grimjere. Nuk merr as me spektaklet, as me rinin, as me kronikën e stereotipet e atërshme. Giti nuk ishte as zyrë, as shef, as redaksi. Ajo solli në RTS-n atyre viteve paradën e hiteve botërore të muzikës, një program që shkëlqente ekranin ton, po ai sa Giti godinën shkatërraqe të vjetëruar e Dembela. Bravo Erman Mul Osmani. O çat ka shkruar ky ty. As kush nuk ka shkruar për ty dhe as ka për të shkruar për ty kaq bukur. Falenderoj Ermalin, është vërtet ka një penë të mrekullueshme dhe faktin që pati kohë dhe të merret për disa minuta të shkruaj për mua, apo si duket, domethënë edhe ai ka qenë pjesë shumë progresive e televizionit. Tani e lëm Ermalin, tani këtu ti kaq impozante, kaq, nuk kishe fare. Dgjoj, ishte një moment që unë nuk çaja kokë. Nuk çaja kokë, kisha gjithmonë atë instiktin e vetmbrojtjes, domethënë po bëja pak a shumë gjëra që ishim në limit, kush më mbronte mua, një lloj logjike që thosha që s'kan të mos i jepja domethënë shkak që të kjo të bëja gabime fatale që mund të më kushtonin mua domethënë jetën ose Patë një problem? Probleme të këtij lloji përpiqesh ati evitoja, po nga ana tjetër, domethënë gjëra të vogla që ty të je vetvetja me një fjalë, ti s'mund të ecësh. Se ç'ishte një doni të hiqni një herë të çon të internon. Po ka pasur momente që unë kam megjithatë thash ishte fat që nuk pati përfundime të tilla, domethënë, por që jo, na tregote kush thirrje tha që do të internojnë? Kjo ka qenë gjatë kohës që dhash diplomën. Po? Mbas diplomës, ditën tjetër u bë një mbledhje, u erdhën të gjithë antarët e si kanë qenë të quajtur ato, antarët e Komitetit Qendror që merreshin me artin, ka qenë ky Piro Lako, Kiço Blushi, Teodor Laço, kush ka qenë Dida Anastas Kon. Po, dhe çfarë tha? Erdhën në estradë edhe donit më kritikonin mua për shfaqjen amerikane që kisha vënë në estradë. Po, kisha vënë shfaqjen në estradë? Ishte diploma ime, Njerëz apo kukulla. Po, dhe? Edhe për këndvështrimin, për gjërat ishte gjë vërtet, ishte në stilin kabaret, do të thonë me dy balerina që kishte një ngërshetim i pantomimës, i simbolikës, i muzikës, i gjithë gjërave. Artur Zhej kishte bërë libretin nga tregimet të ndryshme, Dino Bucati, e tjere tregime dhe novelave çekullit. Dhe thirrën ty? Dhe më thirrën mua. Piro Lako e filloi çështja shfaqje amerikane, tha ti e kuptonta se çfarë pasojash mund të kesh për këtë, etj. Ti duhet urgjentisht të shtukesh nga Tirana dhe të shkosh të rehabilitohesh ose të shkosh të edukohesh, më fal. Do të internim? Po, unë aty, domethënë, si s'kam vdekur, nuk e di. Si s'kam vdekur, nuk e di. Ngela
më bë çdo gjë blu përpara, si s'më ka rënë në fakt. E thashun, po unë kam mbaruar këtë shkollë, unë e dashuroj profesionin tim. Si është e mundur, si më thoni ju mua, unë përpiqem që këtij vendi t'i jap një fytyrë sa më të mirë, përpiqem që të sjell risi, përpiqem që të si mund të, pastaj nuk ka përse të njeriu bën një lloj autokritike dhe ka gjithmonë një herë të dytë që ti mund ta nuk e di se çka kam thënë, domethënë i përsëris fjalët pak a shumë. Po mbroj veten. Dhe mbaj mend që ky Taço Pecanin e kam pasur pedagog më ull, ishte edhe Piro, dhe Skënder Dibra, drejtori i atëhershëm i estradës, thot, vajza është e re, thot, unë mendoj tha që mos kalojmë në kështu. Edhe mori për mirë shqyr, biseda. Po më duket se ku jetoj ato kohë. Unë dridhesha, domethënë, shok të tillë unë kam marrë, domethënë, tash që në gjimnaz, me fytyrë në sjellje, në institut. Po ti thynë në institut? Në institut, gjëra të tjera, por prap, domethënë ishte atë që dua të përfundoj këtë kapitull është që jam përpjekur brenda mundësive gjithmonë të qëndroj besnike vetes time dhe të bëj gjëra që i lejoja vetes dhe që asnjëherë mos më binte turp të shikoja veten në pasqyrë ditën tjetër. Po si thoshin kështu, kjo tangëlliksja, kjo mendje, e thoshin? Mendje madhja, kjo i duket vetja e bukur. Çaj duket vetja. Nuk e di, ky gjyqimi të parit të njerëzve në këtë lloj mënyre ka qenë tipike në atë kohë. Ti thjesht ishe e lirë? Unë përpiqesha të isha vetja, domethënë çdo njeri është vetja. Kupton? Vetvetja në mënyrën si ecën, si reagon, si gestikulimi, perifrazimi i gjërave. Përleshësh e kështu me fjalë? Përshkrimi i jetës etj. Përleshësh me fjalë? Bëhe sherr? Përpiqesha të flisja shkurt, po të godisja me një fjalë. Pam godit një qikë, si? Do të internojmë ty, shoqja Ingrid. Asë shkon, do të internojmë ty, shoqja Ingrid. Qa thoshe ti këto? Duhet ta mendoni në qoftë se unë e meritoj, por kam përshtypjen që tek e fundit, në rastin më të keq, nga çdo përvoj njeriu mëson, çdo përvoj të rit, ajo që nuk mund të vrasi, ajo të rit. Të bën të fortë. Të bën të fortë. Foto tjetër. Ingrid Mukelje, sa paske për të treguar? Kam shumë, çdo njeri ka shumë për të treguar, po unë veçanërisht sepse kam pasur. Nuk ta them jam. Nuk e them, okay. Çfarë kujtimesh ke me Virgjil Kule, një ikonë? Virgjili i mrekullueshëm, Si kishe marrëdhënie me drejtorin? Kanë qenë shumë të ftohta në kuptimin, ka qenë shumë amikal, ne ishim të detyruar që të shkonim disa herë në zyrë për probleme të ndryshme. Gjithmonë atë zërin e tij, timbrin e tij kumbues e shoqëronte një buzëqeshje dashamirëse dhe përpiqej që është rrallë për ishte burr shqiptar, ëh? Edhe përpiqej që gjithmonë të zgjidhte gjërat me. Të zgjidhte gjërat. Ai ishte shumë dashamirës në të gjitha drejtimet. Ke dëgjuar veshin në një zë të dytë si Virgjil Kule? Jo, është i papar. S'ka të dytë. Ka pasur vërtet. Buron nga një thellësi kështu. Po ç'ishte ai zë? Se ne burrat shqiptar kemi zë koke. Mrekullueshëm. Do ai zë bas, ëh? I mrekullueshëm. Foto tjetër. Virgjili, Ornela. Shoqja jote, ëh? Kam shije shoqe. Një periudhë kam me Ornelën kam qënë ngusht me një fjalë që jemi shumë pak në vitin e fundit të institutit. Kemi qenë dhe komshie. Pastaj mi takuar njërë, kam qenë në shpinë e saj në Paris. Ishtë shumë shoqe, po tani keni kontakt? Jam në kontakt. Jeta bën të sajën, e ke parasysh, unë thash që kam shumë njerëz që duhet të ruaj kontakte dhe duhet të... Ornela është veçantë, po. Ishte në top 10 të vajzave më të bukura të Tiranës? Ornela ka qenë e veçantë, po, ka qenë shumë interesante. Edhe së brëndshmi dhe së jashmi me një fjalë. Unë nuk e di kush e bënte këtë klasifikimin ten, nuk e di, aty s'ka pasur ndonjë... Aty te bulevardi, po aty thoshin 1, 2, 3, 10 tani se... Aty thosh, por Ornela ishte e bukur. Ornela ka qenë interesante, ka qenë shumë, domethënë mbas lëvizjeve të saj fshi një temperament shumë i fortë. I fortë, ëh? Shumë dinamike. Tani na tregoni kështu, po Ornela aty që thoshte ngocën fali minutë, çu thoshte? Nuk e di. Nuk e di, ama kur ke qenë ti them unë, jo kur s'ke qenë ti. Se ti dhe jo ktheheni një fjalë, po Ornela gati ti rrinte.
Ornella ka pas mënyrën e saj të përgjigjes, nuk e di, mund të ketë qenë më tolerante, mund të ketë qenë më pak tolerante, nuk e di. Unë kisha frikë. Unë domethënë kur më përpiqesha të evitoja, filloja dridhesha. Kam pasur frikë, panik të papar, nuk e di. Fakt ishin çik kafshërore. Ishte shumë kafshërore. Mbaj që nuk e di ku është ka vdekur, më duket një person që e quani si të çmendur, erdhi më vuri krahun, dhe erdhi një tjetër më vuri krahun dhe unë ngela në mes të dyve, po. Nuk di çfarë të bëja. Ria shikoja majta si tha, do të thonë mund të Ku ishe? Ka qenë në mes rrugës, te rrugë Durrësit. Te rrugë Durrësit? Çfarë thua? Po njerëzit aty? Fole, ulurita, bërtite? Fola, ulurita, bërtite, do të thonë hikja me vrap, përpiqesha do të thonë të shkoja pasaj në shkallë, njëri vinte nga poshtë, tjetri dilte nga terasa që të kapnin në shkallë. Man, ka qenë Peruda ka qenë shumë e ngjeshur me skandale. S'ka qenë Tirana viteve të vet, nuk e di ju Tiranës. Po s'ka, për mua këto ishin faktor të dorës së 10, domethënë për mua kishin në rëndësi gjëra të tjera, aq më tepër thash në vitet e institutit ka pasur tjetër diellin shkëlqente ndryshe me një fjalë, këto ishin gjëra që sa e bukur. Thu edhe një herë këtë? Dielli? Shkëlqente ndryshe. Unë domethënë përpiqesha ta gjeja dritën gjetë, më kupton, këto ishin gjëra që nuk janë shkaloj dhe nuk i vjen si thua në itinerarin e ditës. Ka qenë i mrekullueshëm. Ai bulevardi i Tiranës. Dilje domethënë edhe shikoj kë parso. Kur vije pasaj, takoj shoqet kë pesot në xhiro. Kë pesot në xhiro. Kë pesot në xhiro, çfarë kisha veshur, si qyshte, etj. Bordura aty përballë dajtit. O sa e bukur kjo. Kë pesot në xhiro, kush e shumë pa të pa e pe. Ja, po, shikoj, kishte veshur po e pash me një tjetër. Sa bukur dhe Ingrid, po kjo ishte. Shiko, mirë, takojmë sot në ora 6 nga bulevardi. Dhe bulevardi fillonte te Korpusi dhe mbaronte te Skënderbeu. Dhe se si e lija takim? Nuk e di sepse ishte një gjë që filloja aty dhe diku në një pik X të xhiros, si patjetër do takosh. Me një fjalë. Wow. Ishte E kupton ky brezili këtë çan të bukur. Absolutisht. Këto kanë të tjera, këto kanë hall. Nuk e di, domethënë çdo etapë ka prioritetet e saj. Me të keni dhënë bukuritë Tiranës viteve të 10. Unë jam e lumtur që kam jetuar në atë. Jam e lumtur sepse thash kemi pasur shumë kohë të lexonim. Kur kam mbërthyer ata dy çunat aty. Ka rëndësi me një fjalë. Kemi pasur kohë të lexonim, kemi pasur kohë të shijonim muzikë të vërtet, kemi pasur kohë të njinim njerëz që kanë qenë vërtet, nuk e di. Parashevia, okay. Parashevia ishte një institut të arteve, më ka ardhur një herë në shtëpi. Në darkë, kur ishte vllai në Austri, na kishte sillte shpesh kaseta me muzikë, filma etj. Dhe unë ftoja grupe të ndryshme, ndërto ka qenë dhe Olsi, vllai Edit, me Entelën, po, gruan e tij. I ftoja me grupe me një fjalë që ka qenë edhe Parashka me këto të operas. Tani më tregoj çik për Parashevin. Dhe kërcenim, vini muzikë, kërcenim. Dhe kërcit të shtëpia jote. Bënim party, po. Parashevin ti ke pas shoqë, na tregon një gjë tani se ndodhi dhe ajo. Shumë shoqë se kam pasur. Tani kur vjen në shtëpi tani nuk e. Muhabet, po mirë, muhabet kam pasur, po jo shoqë se kam pasur shumë me fjalë. E kupton ky brezi, kupton dy të ka ardhur në shtëpi dhe si thua shoqë thon këta brezëri, new generation. Dgjoj, fjala shok është shumë e madhe për mendimin në sytë e mi ti thua dikujt shok. Mik është. Qartë. Ka qenë e njohur, e mirë, më thënë, ka qenë simpatike, shumë atraktive ka qenë. Shumë atraktive. Ka pasur një nur të brendshëm, më thënë që e bënte të veçantë. Më thënë ka pasur dhe kjo, ka pasur seksapil. Ishte femërore, shumë femin. Keni kujtime për Parashevin? Kujtimi tjetër, më thënë, unë dam në atë kohë, unë thash që në shkollë që shiheshim, që më ka ardhur në shtëpi dhe mbaj mend kur erdhi të këndonte në vitin 97 dhe kishim shtëpi ke Komunën e Parisit, kishim marrë shtëpinë dhe kjo erdhi ke vllai i saj, ishte bashkë me këtë bashortin që ishin akoma të njohur atëherë. Edhe erdhi tek ne, domethënë, edhe pim kafe, diskutuam disa herë çat vesh, çat bëj etj. E tregonte për jetën e saj në Hollywood, kam takuar këtë, kam takuar atë, gatronte shumë anglishten me shqipen. Më thënë, ky shumë simpatik, ky buri, më thënë. Po, handsome. Handsome. Do bëjmë dhe ne atë, unë sa kisha bërë djalin atëre, po ne atë princin ton do ta bëjmë në Beverly Hills, si thoshte ati. Kishte ëndra, ke parasysh. Të erdhi keq kur morë historia? Është tragjike, shumë tragjike, shumë tragjike. Tragjike, ha? Do dohet ta ndihmojë Ingrid? Mund të ndodhi ndihmë në raste të tilla, në qoftë se ka lidhje me anën mentale.
është shumë e vështirë të premtosh ndihmë, por ndihma më e madhe do jetë që ajo të riaktivizohet, situat me njerëz pranë në këtë anën artistike, sepse arti është për mendimin tim për gjithë artistët që e kanë lënë skenën në një mënyrë apo në një tjetër, arti, rikthimi në art është ilaçi më i mirë. Tani kopertinën e revistës Ylli, kjo është e vitit 89. Po ja, ke 3 mars, muaj 3 mars, ishte mujore. Kur fitoi fitoi çmimin e parë. festivalin, po. E zuri praçevi si Mako. Tani ti s'ka vënë kopertinë në revistë atëherë. Dgjoj, unë s'kam pas, sepse s'ka pasur arsye që unë të kisha kopertinë revista atëherë. Nuk kam bërë ndonjë gjë që të ngelem, domethënë, unë më tepër kam qenë një personazh që nifesha nga ato që ishin në shkollë, nifesha nga ato që ishin në rrugën e Durrësit apo që kalonin në bulevard, dhe kaq, unë s'kam bërë ndonjë gjë që të mbaj mend ose Në televizion ti krijova një emër. Në televizion krijova emër, edhe fati e solli që mos ta vazhdoja emrin tim. Vërtet? Fati sepse ika në vitin 90 unë u largova, domethënë punova vetëm një vit, se premtoja shumë. Do të pyes për atë ikjen. Foto tjetër? Tani jemi 1990. Një nga ata që ata që dolën të parë. Edi Dan Klosi, ky është Tor Pustina, më duket? Po, Hector Pustina. Edhe ky është Dori. Jo, ky është, më fal, Rexhepi. Jo, kush është ky? Dori nuk është. Ky është televizion, ishte Nuk e di këtë. Tani, 1990. Televizion piktor. Ishe në atë lëvizjen? Unë kam ikur, jam larguar në 14 dhjetor të 90-s. Domethënë mbaj mend vetëm ato ditë para televizjes, po. Po ishe me atë që duhet të rrëzoja që ai regjim ajo. Isha me atë që duhet të rrëzoja. Bërë një veprim, një akt, në i? Thjesht 2-3 herë mbaj mend që jam bashkuar këtyre grupeve, kam qenë diku aty ku mbaj mitingjet, po, sigurisht, ishte kurrë. Në qytet studenti? Në qytet studenti. Shkove në qytet studenti, ha? Kam shkuar, mami im punonte në atë kohë aty, në bibliotekë. Edhe nuk të tha mami më të zhbërë më që? Një pjesë mirë të atyre që ishin të ky Azem Ajdari, të tjerë vinin, domethënë që merrnin libra e tjerë. Nifeshin, po kanë qenë ditë, domethënë që shumë njerëz ishin të lumturuar sepse prisnin, i dukej sikur do hapej, si thua, do hapeshin portat e parajsës. Edhe çdo gjë do bëhej ashtu si ishte në ëndrrën më të bukur. Po jo, ti që të kishin thyrë në sjellje, të kishin propozuar për internim, që të kishin goditur etj, ti duhet ishin të parë. Sigurisht. Megjithatë, thash, fakti pastaj erdhi Sali Berisha, Sali Berishën shumë e njoj, e mbanin mend atëherë për sekretar partie. Okej, mbase ka evoluar. Domethënë thash, zhgënjimi fillon sikur shikon se kush fillon edhe piketohet në pozicione, sepse ti nuk mund të presësh, domethënë nuk ishim aq naiv sa të mendonim që një person që në jetën e tij nuk ka pasur asnjë lloj shkëndije në jetën profesionale apo private për të bërë diçka, të bëj tani që megjithatë thash, punët erdhën si erdhën gjëra të mira shumë, domethënë, po mund të bëhesh shumë më mirë me një. Tani ti pse ike një? Po unë nika, thash, nuk mua më kishte vdekur babi, me Bensonin isha ndarë, domethënë ai kishte ikur që në vitin 89 në Kanada. Një vit, që një vit, po? Dhe unë thash, për mua jeta ishte shumë. Po ku do ike? Ku? Si u nisë ti? Unë nisa të Vllaj. E kishe vllaj në Graz. Ai më ndihmoi që. Po më treguat të momentin. Pse? Sepse ti s'di vllai ishte student, ke ikur me këto grupin ishin 5 studentë, domethënë i vetmi që mbaroi shkollën. Për çfarë? Institutin, këtë montan unin e Loben për rezistencën e materialeve dhe është një nga specialistët më të mirë aty në Magna, domethënë atë punën që bën etj. Në Austri është vllai akoma, po? Dhe tani ti ike edhe për shkak të rrethanave pasigurisë? Pasiguri, kjo ishte kryesore. Pasigurt. Kjo ishte kryesore. Unë në qoftë nuk do kisha pasiguri. Por edhe i rëmbenin, i prodhonin. Unë në qoftë mamja ato i tha, të lutem, tha, merre motrën, në qoftë do që ta kesh gjallë, unë mos nuk e ruaj dot. Çfarë thua? Po normal, aty iku erdhi gjendja eskaloi, erdhi jashtë kontrolli me një fjalë. Nuk i thaj që merre motrën. Në qoftë do ta kesh motrën gjallë, ta përpiqu ta sistemosh këtu. Po çfarë frikë kishe? Çfarë frikë? E kuptova. Çafrike, mund të ndodhte gjithçka, e ke parasysh. E të vrisin, e të prodhonin e gjithë. Çdo gjë. Ndodhen, ishte kështu. Po sigurisht. Vitet 90 kanë qenë të frikshme. Fillimi, domethënë trazirat. Është një turm pa kontroll. Ua. Nuk ka gjë më të mërshme sa turma pa kontroll. Ku shkove në Graz direkt? Jo, më shkova
kisha pasaport, na kishte bërë ftesë vllai për të kaluar Krishtlindjet, mua dhe mamin. Mami u kthye pastaj. Dhe ne kemi marrë Malevin, kemi shkuar në Hungari dhe në Hungari pastaj na priti vllai dhe shkuam drejt në Lauben, ku kishte universitetin. Në Austri? Po, në Austri dhe pastaj... Se në fillim në Hungari? Po. Ishte përmes, na mori me makinë nga Budapesti, po. Dhe pasaj jeta jote si u sistemove? Është duhet në ja 30 orë të tjera. 30 orë? Po. Mi thuaj për 30 sekonda. Jo, nuk i them dot. Nuk e thot dot, do me thënë, fillon si tuash, në qoftë se ti ke dritë brenda vetes, mund të kapërsesh çfarë do lloj vështirësie, dritë dhe shpresë. Po unë e kisha. Edhe kjo më bëri që të bëra në Angevante, unë në Universitetin e Arteve të Aplikuara, bëra master për art and economy, art management. Bravo. Dhe kjo pas e më dha mundësinë që të bëj këto gjërat e tjera, të bëj kemi këtë shoqatën tonë, jo fitim prurse, tani do bëj diçka tjetër, etj. Do me thënë kam një agent. Cila ka qenë puna më e rëndom që bërë dhe puna më e mish që bërë në këtë? Puna më e rëndom ka qenë kamariere në një lokal me muzikë, që ne na jepte shumë kënaqësi sepse thash fitoja shumë mirë edhe aty vinin shumë personalitete, ka qenë Becirkun e 19. Dhe puna më e mirë kam qenë në Shqipëri dhe atje ka pasur domethënë në pozicione drejtuese që ke pasur një lloj në gjithë punët që kam bërë më të mirën dhe i kam bërë shumë mirë me një fjalë. Bravo Ingrid. Kam bërë shumë mirë. Foto tjetër? Ja, Turi. Turi duhet jetë këtu në vitet 90. Po, te Radio Radikale. Po. Rom. Po, këtë personin në mes nuk më kujtohet, nuk e njoh. Kush është ky personi në mes? Jo, asun nuk e kam parasysh, po për Turin e kam vënë atë se po ti e tregove historinë. Turi pastaj me sa mora vesh kohë punoi tek Radio Vatikani. Po për te Radio Radikale. Radikale. Aty bëri gjëra, unë u ritakova me Turin mbasi u ktheva, domethënë në Tiranë, në Shqipëri. Dhe ishte në RTS. Drejtori institut i RTS, po. Okej, foto tjetër se ka që folëm për Arturin? U zjatëm është vështirë të racionalizosh bisedën, kur ke shumë për treguar është. Tani këtu Fideli, Mondlaçi? Pustina dhe Mondlaçi, Mondi është i papar. Ka marrë Mondi, ja zakonsh. Me Mondin jemi takuar në Jezelo, në hotelin e një miku tonë. Ja zakonsh. Është i mrekullueshëm. Ka një humor të lindur. Këto kohë është në Andrea Kina. Ka një humor të është kthyer. Është kthyer? Mondlaçi të përshëndesim, pas ka ik lajmi Mondi. Ti që ke kthyer, unë të di akoma në Kinë. Jo, është kthyer. Ja zakonsh, humor ja zakonsh. Është talent. Është talent, ka një humor të lindur. Edhe shumë humble, shumë i mirë. Dhe një gazetar shumë i mirë. Shumë mrekullueshëm. Pikërisht elementet të tillë janë zhdukur, nuk kanë mbijetuar dot, është e çuditshme. Si shpjegohet? Ja, pra e trishtuar. Këtë po them që është detyra atyre që janë në poste drejtuese që të marrin njerëz të tillë. Mondlaçi erdhi koha të vëmë foto tënde dhe Ingridi ta komentojë. Kupton ku kemi arritur Mondlaçi? Po për Fideli? Fideli mbaj mend që vinte me një çantë sportit tek Leni Toroveci, ishte komshia e katit parë. Grimeria. Edhe triste vllai Lenit Leksi kishte marrë motrën e Fidelit. Leni ka marrë mallë shumë. Edhe vinte aty e triste atë gjithmonë motrën. Edhe ikte në stërvitje kishte një çantë bar sporti. Qatë me Delon kam pasur gjithmonë mua vetë. Fitë, Kreko, po. Mi takuar dhe njerë në Vjenë, kur sa po kishte filluar atëherë, ishte me këtë Aleksandr Meksin, duket. Po, me Meks, me kryeministrin. Edhe tani ka evoluar mirë, ndërkohë Fideli është edhe kushuriri tan yllit, është nga këto yllt, nga ylli unë njoh shumë, nga dinastia, po. Po cili tang ata, se ishte dinastia ylli është shumë e madhe. Karaman yllit, djali Vlajgoni, djali Karamanit. Edhe është një familje jashtëzakonshme. Po Tor Pustina, ta thuaj dy fjalë. Tor Pustina, jam takuar disa herë kur kam qenë me Gencin, me Torin, edhe me Gencdashin. Ky ka qenë Baxhanaku, më duket, i Fatos Pustinës, që ndërtoi ke Komunën e Parisit. Ka ndërtuar pallatin që morëm ne. Tani këto me ndërtime këtu tani më zë makina mua. Zë makina, unë nuk shoh njoh, nëse më pyet me një fjalë. Po unë njoh Torin, fotografi. Përmes fotografi ka qenë i mrekullueshëm, edhe thash jemi takuar disa herë dhe jemi takuar edhe ke Kikajt, aty jemi takuar disa herë ke kjo që kishte ndërtuar Baxhanaku i tij me një fjalë. Okej, foto tjetër.
Tani na tregojnë çik për dashurinë. Pandi me Faviolën. Jo, pritje. Janë shumë të mire. Kjo Bensoni shumë puf këtu bo se ishë ndosh. Kush? Bensoni. Tani na tregojnë çik historinë me Bensonin? Si është historia juaj? Historia jonë është jemi njohur në bibliotekën kombëtare, kisha dëgjuar shumë për të. Prit, ti vajte ti për të lexuar? Unë shkoja vazhdimisht. Po ai erdhi të lexuar apo për të lexuar? Ai ishte mi i bibliotekës, ai kishte filluar që 10 vjeç shkonte në bibliotekë. Ai vetëm lexon. Po çfarë ndodhi që nuk e di. Pati flutra në stomak? Flutra në stomak, shikoheshim gjatë. Kishit gjatë? Shikoheshim gjatë, domethënë ai më shikonte, unë e shikoja. Ai shikonte ti shikoj. Po pastaj çan kush foli pari? Një moment domethënë më ka mbrojtur nga këto gangsterët që rrugës, erdhi domethënë edhe që aty jo, grush nuk bëri, po unë bëra sigurisht e shoqëruar me këtë e pash domethënë dhe që aty u lidhëm. Diane Lane. Ja. Të kujtohet filmi? Ha? Yes. Në Toskan, diellin Toskan e ka? Titulli? Po. Më duket se po. Wow. Atë po e ngacmonin ca italian nga ata të jugut dhe ai futi krahun i djalit aty dhe ato martua pastaj. Pikërisht. Është vërtet një koincidencë, unë nuk besoj në koincidenca, unë besoj në Ai të mbrojti ty, ë? Kështu ka qenë e shkruar, gjithçka ka qenë e shkruar me. Po pastaj ecët ju çfarë tha? Çfarë i the? Çfarë më tha, çfarë i thash? Si a çon çfarë do hash për darkë, çfarë do hash për drekë, nuk e di. Kjo janë biseda që unë nuk i mbaj mend. Ajo s'kishte nevojë të thuaj asgjë sepse njeriu flet edhe pa folur dhe pa thënë. Po të mbrojtja më. Më mbrojti dhe ne u mbaj mend që kemi ecur një cop rrugë pa folur as unë as ai, po vetëm e ndjenim njëri tjetrin. Dhe ka qenë vërtet një periudhë. Thash shumë e bukur. Momente, unë thash, jeta ime është filmi pa shkruar, ku diun. Kam iku, në 89-ën iku. Ju kur u takuat pastaj? Çfarë viti? Jemi takuar në vitin 2008. 2008, po. Po mi gjatë kohë ju, çka ke bërë ti vetëm, çka ka bërë ai vetëm? Ai u bë një nga personalitetet e BlackBerry-t në Kanada, smartphone. Më thonë ishte personi përgjegjës për cilësinë dhe falti, si thua, ishte një nga kryesorët që BlackBerry ishte ajo që ishte dhe sa iku ky. BlackBerry. Tani çfarë s'ka BlackBerry? Kam, përpiqen ta revitalizojnë, po që vështirë me një fjalë. Unë kam kujtimin edhe atë celularin BlackBerry ti ai ishte si armë. Po, ashtu ka qenë. Po ka qenë smartphone i parë dhe Lazaritis, domethënë themeluesi. Dhe Bensoni, domethënë ishte atje në babai smart. Ai ishte Bensoni ka qenë në këtë Key Guys, në personazhet kryesore që bën me një fjalë branding. Ky që ka pasur, nuk e di, ka qenë për. Dhe pastaj si erdhi në Austri? Këto kishin një supplier në Austri, kishin një furnitor, AT&S në Loben, edhe ky vinte çdo muaj në Austri që merrte, domethënë ishte në përgjegjësinë e tij që të zgjidhte domethënë. Po dhe ku takuat ju rastësisht? Benson më kërkoi kur erdhi herën e parë, unë atko nuk munda, nuk u takuam, domethënë është një gjë që unë do ta tregoj më së herë tjetër, nuk kam kohë as nuk jam e frymzuar për ta thënë tani, po shkurt. Do me thënë, patëm një takim që nuk na lidhi për kundrazi na shtyu, sepse unë nuk isha e predispozuar që të lidheshim, sepse në atë kohë kam qenë e martuar me Gensin, Dashin. Ju ishit martuar me Gens Dashin, po? Edhe, do me thënë, vetëm u takuam, nuk shkëmbyem as numër telefoni asgjë, dhe në kohën që unë isha vetëm, më kishte marrë shumë malli, por brenda meje ishte gjithçka e shuar, e prerë, tash, do me thënë, nuk u bë kur isha në formën time më të mirë, në kohën më të mirë, as pretendoj, do me thënë që do të ndodhi tani. Po pastaj si ta rirrëmbeu zemrën? Ma rirrëmbeu zemrën, fare rastisht, mora vesh që mbas isha ndarë me Gensin, isha vetëm në Tiranë, mora vesh diku për dëgjova për të që ka bërë këtë lloj karriere etj, po nuk martohet sepse ka pas dashur një vajzë që nuk e haron etj. S'kisha asin lidhje dhe thashun pas ka dashur vajzë, po nuk e di ande, nga të dhëna që më tha shumë se çka ke dashur ti. Personi, kjo vlen të diskutohet pastaj në një bisedë tjetër mbase, nuk e di. Edhe fillova të kërkoj numrin e telefonit, edhe mbas 2 vjetësh e kam gjetur, sepse kishte top secret nga që shqetësonin shumë në Kanada, që thanë te. Mezi e kam gjetur dhe gjetja pastaj ka qenë spektakolare, është sa isha kthyer nga puna, hapa një kompjuter, një laptop, sa për kishin dalë laptopët atëherë. Kisha dërguar email në disa adresa që kisha marrë të ti, hapa laptopin, laptopi u mbyll, se ishin nga këto që i fike bateria.
E hapa prap, shikoj që më kishe kthyer përgjigje, për mbas një 6 muajsh që unë i çoja, domethënë. Mbylle e hape laptopin, nuk e lexoja dot. Nuk di. Më në fund arrita të shkruaj Benson, jam mirë, faleminderit që më shkrojtë dhe numrin e telefonit, mbyllet laptopi, del tym. Digjet laptop, po. Digjet, ha? Po, nuk e di çfarë ndodhi me fjalë. Pas era telefoni. U fik pas era telefoni, pas 10 minutash dhe ishte në Vjenë. Ishte vërtet një happy end, është një si pranë. Po ta shohësh në film nuk e beson që është reale me fjalë, po është jeta, domethënë është filmi më i bukur dhe më origjinal. Duhet regjizori mirë. Tani me 30 sekonda më përshkruaj momentin kur e takove tani, fizikisht. Jo me laptop. Por herën e dytë. Po herën e dytë më tani kur ritakimi. Ritakimi ishte në një hotel në distrikt të parë. Edhe unë mbaj mend domethënë nuk isha komplet out, isha në tjetër dimension. E ke parasysh kur ke një peshë shumë të madhe, po je. Jo, s'më ka ndodhur asnjëherë kështu. Jo, s'të ka ndodhur, okay. Ta uroj të ndodhi një herë. Edhe sa u takuam, sepse herën e parë nuk arriti asaj të sqaroj, as unë të sqarohesha. Do të thonë ka qenë shumë e sforcuar si takim. E ardhur nga unë, pasi unë nuk kisha predispozitën me një fjalë për tu. Edhe herën e dytë, domethënë më kapi dhe tha, "Dëgjoj këtë radhë, nuk të lejo tikësh." Asaj. Bravo Benson. Kështu tha, këtë radhë nuk të lejo tikësh, ë? Ja. Është urojt, kemi shëndet, domethënë edhe të. Je e lumtur? Jam shumë e lumtur, jam e lumtur në kuptimin jeta ka vështirësitë e saj të faleminderit. Jeta ka vështirësitë e saj të përditshme, ka probleme sa të duash, të jep adrenalin, çdo problem, çdo vështirësi, nuk mund të thuash që jam e lumtur edhe, po në të tërën e saj, si thuash, po jetoj një periudhë nga të cilat e kam ndruar dhe do doja të jetoja. Dhe shpresoj që shumë të kem shëndet në radhë parë, unë dhe familja dhe të gjithë miqtë e njerëzit që njohin. Sa fëmijë ke? 2. Fëmijët ke me Gencin. Me Gencin. Po historia me Gencin? Atëherë historia me Gencin shumë po më pyeti mua. Po tani këtu është dekalog, nuk është. Dgjaj, unë mund të bëj edhe një prillin, ë? Të rashamia. Genci është një mik shumë i mirë, është mik i familjes, vazhdon të mbetet mik i familjes, është një personazh shumë interesant, është një nga ikonat e Shqipërisë. Tingulli Genc Dashi. Është jashtëzakonshëm dhe domethënë ne kemi qenë shok shumë përpara se të lidheshim. Lidhja domethënë nuk ka qenë aq e suksesshme sa ka qenë misia dhe sa vazhdon të jetë misia jonë me një fjalë. Lindën 2 fëmijë që janë të mrekullueshëm. Sa vjeç ke? Joshua është 23, Rene është 24. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Atë tingullin. Genci është personalitet, po. Kur hapej në një derë, rastësisht atje te Dajti, domethënë ishte jashtëzakonshme. Në atë kohë po të thrisje Genci në përmbrëmje ishte kështu, do vi Genc Dashi. Genci dhe kujtimi ka qenë kujtim spahiu, kush ka qenë tjetër atëherë që kanë qenë interesant. Rrim te Genci. Rim te Genci, okay. Për Pandellaço këtu? Pandi shumë interesant dhe shumë mirë. Kemi të 2 pekorçe. Babi pa me origjinë. Mamaja? Babi. Mami ka 2, ë? Po ata ku ka lindur, Tirana po? Babi ka lindur në Korçë. Korçë? Po, Korçar erdhi në Tiranë, pastaj mbasi mbaroi studimet në kam përshtypjen që po, domethënë me këto fete jam Aske, je kështu. Po çfarë bën atje vjen ti me fet? Unë besoj në lidhjen time, kam një lidhje direkte me energjinë hynore, po. Pandi është mrekullueshëm, shumë interesant, personalitet shumë interesant, është e vërtetë, dhe Fabiola. Pandi është, kam përshtypjen nga të paktit tu që ka bërë gjëra shumë interesante. Shumë mirë. Dhe që vlen, domethënë. Dhe jam me vlerë kombëtare. Me vlerë kombëtare. Me vlerë kombëtare, jo kështu, edhe një spektakël. Është vërtet, i uroj shumë shëndet dhe shumë sukses, domethënë. Personazhe si Pandi janë duhet vlera dhe duhet të vazhdojnë të punojnë. Foto tjetër. Japin krimtari, sepse Bruna, Carmelo ka pasur këtë lokalin tek ambulanca 5, Pergola, një lokal italian. Po, Pergola. Bruna Borova, me Bruna kam qenë shumë mike një periudhë, ka qenë në estradën e shtetit. Po? Silva Brace dhe unë. Kemi qenë ke Disco Albania. Disco Albania. Ka si Leopard që ke veshur aty. Ka qenë viti 93, më duket, 93 apo 94. Si Leopard je veshur aty. Po. Si po. Merë. Pse të merr?
Pra të kohë, shumë zhurmë. me mini pas ke qenë. Ka qenë fustan, po kur uleshe ngrije i lartë edhe, ja. Po për Silvana Braçën ke në një? Silva ka qenë shumë, Silva është emocionale shumë. Ka qenë mike shumë e mirë në Po jam, shumë e pranueshme për ekranin. Ka ikone e ekranit, pa diskutim, pa diskutim. Është një nga ikonat e ekranit. Në gjitha të ashpërsi që kishte, ajo e thyente. Përcjell emocion në çdo sa herë që hap gojën dhe sa herë që bën një prezantim, domethënë. E vërtet, e vërtet. Ja bën më të lehtë artistit që vjen, sepse i ofron, si thua, një dozë emocionale në një pikë të caktuar dhe ai që vjen e ka të thjeshtë më. Tani ti po pije whisky këtu apo çfarë po pije? Po pinim po. Whisky, ë? Diçka po. Alkolike po. Po tjetër. Këtu jemi në... Kishte ndonjë projekt? Konferencë për shtyp? Jo, projektin e bëm në Vjenë, kur e pandi me Fabiolën. A, jeni në Vjenë këtu? Jo, këtu simi në Vjenë, këtu jemi kemi rizi i zanave, më duket. Po? Që na prezentoja ideali natyrë. Jo, pas keni dalë kështu si konferencë për shtyp, jo të rizi zanë. Konferencë për shtyp, ja. Po, me Pandin edhe Fabiolën kemi qenë pastaj në Muzik Ferajnë, kur bëra unë këtë charity koncert, Vjena Helps Tirana. Po? E ftova dhe Pandin, ishte dhe Fabiola, me thonë këto të Caritasit ishte involvuar atëherë. Shumë interesante. Foto tjetër? Kujtime të bukura. Është e çuditshme sa herë shikon një foto të vjen në moment. Unë prandaj pra i vë këto. Oh, nice. Cute. Po, këtu kemi qenë një ditëlindje, më duket. Ditëlindje? Po. Ku? Atje? Në Vjen. Sa të lumtur më dukesh? Mirë, po. Të lumtur më dukeni. Jemi të qetë me gjitha. Jemi qetë. Thashë ka momente, kupton, çdo familje ka vështirësi, ka momente që mund të, unë një nga pikat për shembull që zgjem me pensionin është që bëj debat me një fjalë, është që nga që ka projekte i legjërat nëpër dhomë, sjell libra papur dhe them duhet ikim ne jashtë tani që të jetojnë librat tua apo në njerëzit, nuk e di. E bukur. E bukur. Foto tjetër? Nuk e di, kemi foto tjetër? Këtu jemi në... Me Inbën, jemi në Muzeun e Arteve të Bukura. Me Inbën kam bërë këtë koncertin në Vjena Salut Tirana, ky është bashkëshorti i Inbës dhe Genc Tukiçi. Po? Dëshira ime ishte që t'i kënaqja të gjitha ato që ftoja për koncert dhe i bëja një tur në për këto vendet më të mira që kishte Vjena, në mënyrë që të iknin i merja hotele, domethënë që kishin një lloj, në mënyrë që t'i trajtoj, domethënë se ai një artist duhet të trajtohet që të japi një lloj. Edhe kjo është një nga turet që i bëm në këtë Muzeun e Arteve të Bukura. Shpresoj që po, kur unë bëja më të mirën time, nuk e di, shpresoj që të jenë kënaqur. Keni sëri me Inbën? Me Inbën pak me thënë drejtën. Domethënë ditët ishin shumë të kufizuara edhe më tepër ishte punë edhe në institute kam njohur pak, më tepër Piron. Domethënë kishim kështu muhabet. A se ishte në gjithë kohë? Në gjithë kohë. Po. Ndërsa kur filluam bashkëpunimin me këto koncertet me një fjalë, thash koha në dispozicion ishte minimale, po që është vajzë ambicioze që përpiqet të arrijë shumë edhe të mbajë atë që ka me një fjalë, sepse kjo është pjesa më e vështirë me një fjalë. Arrin diçka, po pjesa më e vështirë është ta mbash. E ka ruajtur atë gjysmë ruse, gjysmë shqiptare Inva? Je i vetmi person që mund të pyes për këtë, se e ke njohur. Në ruse. Sa ajo mama ruse? Kuptim ruse. Mama ishte ruse. Ajo nga pamja duket që nuk është atipike shqiptare me një fjalë që ka një lloj. I ngjan edhe Avniut, po edhe Ninës kam përshtypjen. Po pra, i ngjan edhe Tiatit shumë, po edhe Ninës. Po. Ka diçka ruse Inva Mule? Ka diçka ruse? Në talent, në mënyrë, në stil, në natyrë? Është pak më koket, më feminino, me një fjalë, po... Më koket, po kam përshtypjen që mbas saj fshihet një temperament dhe një personalitet shumë i hekurt. Nga babai? Nga babai dhe ja, natyra e saj me një fjalë, po. Foto tjetër? Këtu jemi ke Aki. Aki Nuredini, Sole. Me Petrin, me Aldën? Kjo është nga fillimet, po kjo është Petri me Aldën, është Arten Hanku, është edhe Fred Kasaj. Fred Kasaj ka mbaruar me Artenin në të njëjtin brez, ka qenë dy breza poshtë meje, në Institut e Arteve, gjithashtu për regji shumë i talentuar. Shumë i talentuar. Në Vjenë.
Është në Vjenë, është në Vjenë. Me Petrin me Aldën ke pasur Me Petrin me Aldën kemi pasur shumë miqësi, po Po, që edhe Petri vitet 80. duhet të riaktivizoj prapë miqësi. Domethënë thash, së del kohë. kjo është pjesa e vështirë sepse vjen për një periudhë të kufizuar edhe domethënë po janë miq shumë të mirë. Janë shumë mirë dhe edhe në shkallë kemi pasur shumë. Dhe ata kanë sukses. Kanë sukses, e di. Nisin me kanë atë marshën e tyre, Petri është. Jashtëzakonisht. Mbaj mend në shtëpinë e Petrit aty ke rruga e ambasadave ka pasur një vilë. Edhe mbaj mend aty jemi takuar në fillim bënte këto partit e veta, Petri ka qenë një nga ato ka qenë Blendi, duket Fevziu, kanë qenë ca. Blendi Fevziu, vini edhe Blendi, Po, ishte në fillimet e tij Blendi, ishte nobody. Nobody? Po, sigurisht do njëri ka fillimet e tij, më kupton, po Petri është shumë interesant. Dhe Alda, ka përshtypjen, kanë gjetur të nxjerrë ka pakun. Po, një çift i jashtëzakonshëm. Alda shumë solare, shumë e Po, se Alda gazetare, unë kam bërë me Aldën të koha jonë. Vërtet? Po, shumë e vjetër. Alda shumë solare, shumë solare. Foto tjetër. Foto tjetër s'pas kemi. Kam pasur Martin Lekën, komshi, ka qenë ai ke koha jonë duket. Po, ka qenë te koha jonë dhe pati ato e arrestuan. Ashtu vërtet, jo, s'jam në tjetër. Po, për shkrim, se marrë mëndi? Jo. S'ke qenë këtu ti? S'kam qenë këtu. 96? 96 s'kam qenë këtu. 95-96. Erdha Okej. po, pastaj. Ingrid, i rrëfyer ndonjëherë në kish? Në 1 prill të vitit 2026, ti e rrëfyer. Dgjoj, megjithatë shumë gjëra ngënjeshtra, okay? Në mënyrë që unë të paraprit tani. Pa. Thuani keni këto. S'ka këtu Ingrid Mukeli. Është 1 prilli? Takat e Ingrid Mukelit. Ky është një detaj i jashtëzakonshëm. Po ti. Po që ecura ime, unë eci rënd. Edhe kjo është e keqja, ishte bum. Nuk e di, edhe kur të gjithë edhe aty në punë ato thonë që kur vjen ti, domethënë e marrin vesh. Këtu sikur s'bëre shumë zhurmë këtu. I ka me gomë. E ke me gomë. Bukur. Ingrid, falenderoj shumë. Falenderoj juve, shumë interesant. U kënaqa se mos zgjove shumë kujtime dhe e ndjeva veten si në shtëpi. Falenderoj. Jam i bindur që do të shërbej shumë për të shkruar një libër. Jam i bindur për këtë se e pash që të ngasmuan fotot shumë. Ti do shkruash një libër një ditë. Unë e di, unë e ndjej. E ndjen? E ndjej. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve, qofshi mirë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet dhe nga unë Erlan Qafoku. Mirupafsh. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.